prej thirrjeve të antarëve të LDK-s. Po, Ares, paka shumë si që tha edhe lirimi, sinjalet fatkeqësisht janë të këqija për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kem pa Peja Lipjani që e kërkojnë ndërheqjen me domos të kryetarit Lumer Abdixhiku, në anën tjetër sot ka qëndru zoti Abdixhiku në viti, dega e LDK-s në viti domon e përkrajnë zotin Abdixhiku. Mandej kem pa edhe qëndrimet e zotit Aziri sot në një intervistë në Radion Evropa e Lirë. Çka është fatkeqësi për LDK-n se njëna prej partive më të mëdha, po mendoj partive shtetërformuese më të vjetra në Kosovë, e cila domethënë është shu për nivelin e intelektualëve që ka pas brenda saj prej themelimit të saj që kanë qenë njerëz të ngritur edhe akademik, në çfarë drejtë ka rrosur sot me të vërtetë është fatkeqësi me pa këtë parti, domethënë rezultatet e dëshmojnë këtë, domethënë fakti që zoti Abdixhiku nuk ka arrit që tripal zgjedhje, si më thonë, me ngrit LDK-n as në vendin e dytë. Kjo është faturë Abdixhikut? Unë mendoj që definitivisht se, si më thonë, me përkthy kështu më popullor që nëse humbet betejë, përgjithësinë definitivisht e merr komandanti jo ushtarët. Tash, kjo ideja me loj fjalësh e zotit Abdixhiku kur ju kërkua ndërheqja që okej, na edhe ku kemi fitu në komunat, ku kemi fitu, kemi dalë të tretat, merr një përgjithësi, mandej marrë dhënë. Okej, ti je lideri i partisë, merret ti përgjithësinë, mandej e marrin përgjithësinë. Po besoj edhe dekt do të më bëni një ndryshim, se mendoj që LDK-ja ka figura të reja, të mira, të përgatitura politikisht që janë të e dëshmu kohëve të fundit. Është zoti Ermal Sadiku, është Janina Imeri, tash është një djalë i ri prej Gjilanit, Gentrit Murseli, që është të tregu performancë të jashtëzakonshme në ballafaqim me kuvendin, me komunën e Gjilanit, tash është edhe debati aktual që po bëhet për bulevardin e qytetit. Mendoj që LDK-ja, se më thonë, këto figurat e vjetra të moshme që nëse në thojze nëse mund të them kanë qunë rojnë LDK, do definitivisht me lëviz edhe me bo ndryshime radikale, nëse, si shta lirimi, mos presin edhe ditë zeza që me u bo edhe një ndarje tjetër që me radhën 10%.